Vrehet qartë lidhshmëria në menopauzë të gratë që kanë obezitet qendror rreth barkut me riskun për kancer, me rritjen e riskut për kancer gjirit. Nga se përveç asaj, adipocitet, qelizat yndyrore janë edhe një farë mikroambienti i përshtatshëm për kancerin e gjirit, nga se një farë forme bashkë me to rrisin vlerat energjetike dhe bëhen energjinë që ato lirojnë, domethënë e thithin tamam qelizat kanceroze. Bëhen një lloj mikroambienti që ndikojnë në proceset e zhvillimit të tumoreve apo progresit tumoreve. Domethënë janë këta mekanizma përbashkët, tamam këtyre smundjeve kronike, po që ndërlidhen pikërisht edhe me kancerin. Mujmë me thonë që faktorët e stilit jetesës, obeziteti, në Amerikë, në studimet e bëra, del që diku rreth 17 tumore malinje ndërlidhen pikërisht me këta faktorë. Edhe 9% e kancereve gjirit në Amerikë vijnë kryesisht për shkak mbi peshës dhe obezitetit.